Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur sërish kërkesës së protestuesve për dorëheqje, këtë herë përmes një postimi në rrjetet sociale, të cilin e ka titulluar Manifesti is dorëheqjes. Në reagimin e tij, Rama shprehet se fjala dorëheqje është bërë një nga më të përdorurat në hapësirën virtuale, ndërsa u kujton protestuesve se qeveria e tij ka marrë mandatin nga rreth 800.000 qytetarë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Kreu i qeverisë rendit një sër zhvillimesh që sipas tij përjashtojnë çdo arsye për dorëheqje, duke përmendur investimet në infrastrukturë, aeroportet, rritjen e turizmit, hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, rritjen e pagave si dhe transformimet në arsim, shëndetësi dhe ekonomi. Dorëhiqu për transformimet e zonave urbane dhe rurale, dorëhiqu për aeroportet, dorëhiqu për turizmin që shënon shifra rekord, dorëhiqu për negociatat që u hapën, dorëhiqu për konferencën e 8 ndërqeveritare, dorëhiqu për kthimin në shinat e ekonomisë, dorëhiqu që sot kemi rritur pagat në pothuajse në të gjitha sektoret e ekonomisë, dorëhiqu sepse sot protestohet paqësisht dhe në dritaren tënde nuk ka snajper, dorëhiqu për transformimet në arsim, shëndetësi, infrastrukturë dhe jo vetëm. Realiteti është bezdisës për ata që jetojnë me nostalgjinë e krizës së përhershme. Dorëhiqu sepse e kthive Shqipërinë në një vend që sot respektohet ndërkombëtarisht. Ose mendoje kështu, dorëhiqu në 2030-ën. Dorëhiqja e kryeministrit dhe e qeverisë mbetet kërkesa kryesore e protestuesve, të cilët për javësh mblidhen çdo mbrëmje para kryeministrisë. Në platformën e tyre në 5 pika, organizatorët kërkojnë gjithashtu krijimin e një qeverie teknike jo partijake, me ekspert dhe mandat 1 vjeçar, si dhe një sër ndryshimesh ligjore dhe institucionale. Ndërkohë protestat vijojnë çdo mbrëmje, ndërsa përplasjet politike mes qeverisë, opozitës dhe organizatorëve të saj mbeten të forta.